Ja që bëhet me tokën time. Jam të prej ferra dhja si dalin ullit. Ja si o bë ullini. Përndaj po punojmë pa bë letra, pa jo. Kurse baraktari I Petrelës vjej jep tokën, Arekliko Çollarit nuk ka qenë as në vitin 91 banori I fshatit Petrelë. Dhe është bë me tokë në Petrelë. Ne po hajmë dion këtu, të prej ferra, drejt, shejton. Dhe patëm besim ke kryeministi jon Edi Rama, si na tha do t'ju bëjmë letrat e I zetëm, e në kush edhe me këto ligjin 7501, ne nuk po bëjmë asi jo. Ja, si I kom mell, ka qenë bari si e kom tregu e ma përpara nuk u qajte, e kom prej, kom hërgju nomin e naf, me benzinë, me fije, filisponje që janë të mëshu, kurse ne zbëjmë letrët si jemi dëm babadëm Petrelës. Ja, që kom bëhë, sot kom prej gjithë të ferë, du t'ja vej gardhit, atje si mos më hynë baktit, se s'kom rrjet me ble, rrjet me pare, të shi që të bëj, atë bëj, që merë me gjyqe si ato të prokurisë më brejnë Arekliko Çollarin dhe baraktarin e Petrelës, e të gjithë ato që I kom përmend me emra, me mbi emra, Dil Bledar Valikaj, mbron prokurorin Sejmir Hysa, se mbrohet nga bashkëshortja e vetë, Monela Felaj, që është nënkretarja e parlamentit shqiptar. Dhe mbrojnë njëri tjetrin. Ne fukaret nuk po na mbrojnë, po këto po na çojnë drejt vetgjyqësisë. Ja, si është kjo kuleferre këtu? Ja, gjithë një kjo kuleferre si kom hy, du me pastru, për kur pastrohet. Shife si, vje puna, këshu ka qenë gjithë kjo tokë. Si unë e kom pastru, e kom bo, e kom mjell, 5.000 ronjë li, 5 tjera, shejk, një 300 ronjë shejk, vje puna, pa letra. Si bët, pra ne përshkrym drejt vetë gjyqësisë me këto prokurora si kimi. Nehet e qoj ke spaku ja qo prokurisë zotit Eran Shela, ata e qojnë për të e qunë prap në gjukatën penale, penalja e ktheu prap për hetim. Po se bon ato hetimin të qëjmë me një prokuri ma të afër si Elbasani ose Durrësi, ato e qunë gjukatën administrative penale. Të që s'ka dalë akoma ajo, gjyqtarja këtu është bo vetëm me kap kallashi. Po do vi kohë se edhe kallashi do kapet. Ja, t'lodhështu, Dvinë Arekliko Çollari nga pilli somës, dvinë të bëhet me tokën Petrelë, pas se ka për të morë në I herë, sa të ketë imen, ja, se ka për të një dëshmorë mu, atë se o të e mbrojt prokuria, si nuk po më thirrin për punimet pa leje si ka bo këto atje. Si do me bo pishin me la me nerën. Atje, pa nuk ka për të hynë vetë ma të pishin. Ja, këtu kemi përqin, se nuk kom për të planu fëmijët e gjonë, fëmija im shka vu gjithë ditën
po na anej kur me pas tokën me punu në tokë tate. Me gjithë të sa kom mjallun këtu bëhet bache me lule. Kujt i thush? Prandaj i bëj thirrje kryeministit shqiptar, pa e majti fjalën që na ka thonë, e kom pas besimin më të madh ke kryeministi Edi Rama. Por tani siç po shoh, këto po mbrojnë kriminalet. Jo ne, varfrit. Prandaj shihni që po lodhni, Rekliko Qollari shko që punëtorë se ka legaj, edhe bo punime pa leje, dhe me bone i fshatar, me mlu i kacolli, me bo i gjatë vogël, ishim kalbë më bërgë, kurse po bo 4 muaj, Rekliko Qollari nuk në thirrin fare, nuk më kanë thirrë as si dite, kom boj edhe letër e kom fut ka jakutinja aty, dhe nuk po marr as i lloj përgjigje. Prandaj kërkoj vetëm drejtësi. Kom besim ka Amerika, ke ambasadori amerikane, ke gazetarët e pa të mrekullueshëm të pamfletës si na kanë hap një dritare vetëm për popullin shqiptar, për hallet e popullit shqiptar dhe gjithë emigrantëve në të gjithë botën. Prandaj shikoni se çfarë pa hekin. Mas kujtoj Rekliko Qollari dhe prokurori se i mirë hysa e qenë këto si do të shkoj keqe me keq, pastaj do hapen gjithë letrat, siç po tregojnë to kokat e noja një i tjetrin, do tregojnë në aty për pse nuk bëhet hetim në përdosjen si kom quhu. Që vitin 2017 rrin sërëllatët për i prokurisë në për gjykata. Dhe gjykata e ka kthy 4-5 herë dhe nuk veprohet fare. Edhe Artur Metani nuk bën as një verifikim, as Erenc Çela, as kryetari i Këshillit Lartë të prokurisë Alfred Balla, që po mbrojnë këto baraktarin e Petrelës dhe të gjithë prokurorët e korruptuar. Prandaj kërkojmë vetëm dim, se do të shkoj keq e ma keq. Nuk e di, Zoti e bof mirë, por unë po jo lemraj. Unë do të shoh, po pa drejtësi, mirë s'pat, do t'a bëj unë si do të çuditeni. Prandaj, sa edhe prokuroria e ma, janë mbledh me policie, me gjithë, nuk na thirr gjyqtarja se s'di që letra shka qu policia e Farkës. Shefi i krimve që më thojte mu si nuk o du bo pishin. Kur shkova e verifikova e nxorra vetë pishinën aty ke faqe e Facebookut të ambasadores, aty ato pri frykës shkun bon verifikim tjetër. Se që kam shkrujt nuk e di. Prandaj kërkoj vetëm drejtësi. Shihni se ç'po hek fshatari i thjesht. Tu pastru, gjatë bomje në ne, me letra me gjitha. Vin, ato si shkojnë sa mi parti, shkojnë bëjnë letrat urgentisht. Kurse ne, jo, imi dem, pa ku ka demore, të shofim se si do të shoh. Ma shkoja japi një ka të trugëve si rrinë flejnë notën, se sa t'ja japsh këtyre. Prandaj kërkoj vetëm drejtësi, se do bëhe, mas shkojmë ke vetë gjyqësia. Jo vetë gjyqësi, vetëm drejtësi me duar të pastra.
Dhe kriminalet të shkojnë, si që thot Amerika, se kemi besimin më të madh, kemi ndërru që të shkojmë bombën e ne si Amerika e si gjithë bota. Por me këtë qeveritarë të 32 viteve, ne nuk bëjmë asi problem. Po na qenë vetëm drejt vetë gjyqësisë. Besimin vetëm Amerika, ambasadori amerikane dhe gazetarët të mrekullueshëm të pamfletit që nuk po i lejnë gjë, pa i nxjerrë këtyve qeveritarëve të korruptuar. Prandaj kërkojmë vetëm drejtësi, jo vetëgjyqësi, Shumë faleminderit.